aq më tepër që mban një pozicion jashtëzakonisht të lartë në Ministrinë e Arsimit dhe ka mbajtur për vite dhe për vite. Ju sugjeroj ta shikoni raportin e kontrollit të lartë të shtetit, ka dalë para pak ditësh me këto vërejtje jashtëzakonisht të rënda për Ministrinë e Arsimit. Pra, nuk e shikoj këtë degradim të plotë të sistemit tonë arsimor vetëm në një ditë dhe vetëm në një periudhë. Me shumë të drejtë ju bëreni që arsimi ynë është drejtuar nga persona amator, nuk është drejtuar nga persona që kanë pjesë të jetës së tyre arsimin, që kanë kontribute ose që kanë një lidhje organike të mëdhetësishme me këtë profesion. Arsimi është drejtuar nga persona të cilëve ju është besuar kjo gjë si një besueshmëri politike partijake për të kryer disa arradha të tjera të tenderave, të punësimeve partijake, të lloj portalesh që janë në emër të Shqipërisë, por në fakt janë në emër të partisë, kështu që ky lloj degradimi shfaqet është shfaqur para 2-3 ditësh në Komisionin e Edukimit në Kuvendin tonë, është shfaqur po kështu me një sistem të gjerë nga i parashkollor në sistemin më të lartë universitar, me nepotizëm të shfrenuar, me ndërhyrje të shtetit partijak në provet e administrimit, siç keni vënë në re, shfaqet me një turbullim të vazhdueshme për t'i mbajtur mësuesit, këto misionarë të dijes që investojnë në mënyrën më fisnike ndërtimin, krijimin e brezave të ardhshëm, formësimin e fëmijëve. Kushdo nga ne është prind dhe di shumë se çfarë peshe, çfarë roli ka shkolla si institucion për të formësuar fëmijët, për t'i edukuar, për t'i bërë qytetar. Dhe mësuesit sot janë në presionin që ose do të futen në portal dhe për të japin testimin e licencimit, edhe pse ka ndaruar para vitit kur ka dalë ligji i profesioneve të rregulluara, pra i licencimit të drejtës së ushtrimit të profesioneve, pra të mësuesisë, ose janë të presionuar për të humbur orët mësimore, sepse ka edhe një problem të madh tjetër që ka të bëjë me faktin që vjen shtatori dhe drejtorët e shkollave kanë shumë të lehtë ta anashkalojnë, ta shmangin një mësues ose ta sopozojnë një mësues në 3 shkolla sepse nuk e plotson orët mësimore në shkollën në cilin ai është. Dhe ky presion po i bëhet sidomos gjatë këtyre ditëve mësuesve që të futen të japin provimin e licencimit. E para, ju e vuajtur me të drejtë që mësuesit humbasin garancitë juridike. Pra, unë jam mësuese sot, rilindja bën një ligj dhe mua më përfshin në një proces të cilin nuk po takon. Së dyti, këto mësues kanë nxjerrë qindra dhe mijëra nxënës nga duart e tyre. Një pjesë e tyre janë funksionarë të lartë, janë personalitete të tjerë. Gjë që do të thotë me çfarë të drejtë ligjore e bën këto. Pse atëherë pas kanë pasur të drejtë tashmë i vjen në dyshim kjo e drejtë ligjore. Por ka edhe një gjë tjetër. Çdo ligj që del dhe është e njohur publikisht, nuk mund të ketë funksione prapa vepruese në kohë. Ligji hyn në fuqi nga momenti i cili botohet në fletorin zyrtar dhe shpallet afati kohor me cilin funksionon pra hyn në fuqi. Unë këtë i konsideroj jashtëzakonisht të rëndë për figurën e mësuesit, për statusin e tij, por edhe si një presion politik. Sa qeveria intereson të kapi gjithë sistemin arsimor, siç ka kapur dhe sistemet e tjera, për t'i pasur mësuesit në radhën e vet politike dhe të fushatave elektorale në kuptimin politik të votës për të votuar rilindjen. Ka pasur reagime edhe pranë Partisë Demokratike nga mësues dhe nga përfaqësues të sindikatave në lidhje edhe me këtë proces, por tashmë ende nuk kemi nga Ministria një reagim dinjitos. Kemi shprehjen e zonjës Kumbarov që thotë mësuesit kanë pranuar vetë dhe kanë kërkuar. Po e kanë kërkuar vetë, ajo ishte një shprehje goxha fenomenale. Është një gënjeshtër, Flavio, është një gënjeshtër. Po e dim se kemi pasur këtu sindikatën e mësuesve. Po Flavio, ka dhe një problem tjetër. Nëse unë kam mbaruar në 2005 dhe mua do më licencosh sot, do më futesh në testimin sot në 2026, e kuptoni që kanë ndryshuar programet arsimore, kurrikular dhe nuk është i njëjti formim